U bërët. Mi përshnet miste shok të dëshamjeti, para se me fillon. Përshnetit gjithve. Për hëtë parë po him live sot në YouTube, duke qenë si u kam thonë si YouTube-in dhe ta baj virale për arsye të kërkesave të shumta që kam në YouTube. Ju falenderoj gjithve, në respekt dhe me njohje pa fund. Ju falenderoj përsëmërsisht gjithve, sepse më keni bëhet mundur me qenë faqja virale si në TikTok, si në YouTube, si në Facebook, si në Instagram dhe kudo. Ju falenderoj mish, shok, vëllezër dhe dashamirë krejt. Në momentin e na për herë të parë sot edhe pe përvojmë dash Zotin na hec morë, po më mërmenja me ju dhe me mu, besoj se do na hecin morë. Në momentin po prezantojmë klusht e ri, cilët janë do për morë, përveç një klushi këtu si do hiset, si do vinë do morrit sot për i Ferizajt, një vllai jemi i Ferizajt, tjetë janë të gjithë si janë për kultivim dhe për marrështim për të rrit dhe për ta bërë racën sa më të mirë dhe sa më të postër. Këtu kena 2 ekzemplar të kudës Valongjels, Tarzani 7 muaj dhe Miskoja e motra 7 muajshe. Klusht e vezil janë për i Herkulit, klusht e vezil janë për i Tërmetit, klusht e vezil janë për i Sims dhe për i Arus Six Tarzan Çukit, Bacit Sadik Çupeva, mjeshtet malë sportit dhe trujtjes kultivimit dhe ljarit i lirë dhe qenit sharit që i thënë ndryshmë në gjuhën popullore. Kjo është mashkulli i Sims, sot vetëm 30 diç, i ndam për marë, me Tërmetin, Simba është e bia bundit, Simba është e bia bundit dhe me nën ka gjakun e Arapit Kulc, nësa baba këtij klyshi është djali i Arus Armend Kokollarit, kampionit Prizrenit, zhurit Anamoravs dhe shumë troje shqiptare. Po kështu, është edhe e motra, edhe e motra, cilët janë do qift. Këto dyja janë femnat cilat janë prej Lysh, Six Arus Armend Kokollarit dhe Herkulit Kaloshit. Kjo është njëna dhe kjo është tjetra. Po që bëjë shokë mënonit. Opa! Të janë 2 motat cilat janë doa për morë. Nga gjaku më i mirë si kina sot për sot në trojët shqiptare. Falemderit Armend Kokollari, falemderit Sadik Çupeva, falemderit Iskër Zhveci, falemderit gjithve Maraklit dhe mjeshtrave të mëdhet cilët e kanë rritur të pastë dhe të paprekshme racën e qenit sharit, ose të lonit Dardanis. Hajde. Herkuli është Baruti është klyshi i Herkulit, i cili është prej Herkulit Kaloshit, dhe nën ka sikën e Arus Armend Kokollarit. Hajde bura të klyshi, hajde. Kja njona klyshit, kja si ka Arus Armend Kokollarit, njona klyshit edhe klyshi është idealit Kaloshit Herkulit. Shuk. Kja është buldozeri që do marrin në drejtiku sot. Po tule! Vetëm 32 diç, këtë e ikin Ferizaj sot, do shkojnë të i vllai, sepse e ka marrë pra 4 muajshe dhe klysh tjetër dhe ka ardhur me marrë dhe klyshin tjetër do vinë stesh, unë qësore buldozeri ik për shpitet. Kjo klyshi Arus, me Luanin, e djalin Arus Armend Kokollarit. Arusha është sika, që tje nonin, me rrëdhe nonin. Arusha është sika Tarzan Çukit, motra kjo është, motra me Durës, janë 3 sikat e Tarzan Çukit, Bacit Sadik Çupeva, një mrekulli në kudra dhe në racë. Faleminderit Zotit, faleminderit atyre mjeshtrave të mëdhej, të vëllezërit mi që ma kanë bëhet mundur me e pas këtë racë të madhështore këtu në trojtë tëra.
Femin, kjo është sika likit, djalit likit mallshtorit, Lezencë, I cili ka cofë. Ka qenë shumë I mirë, ishte tu përgatit për me qenë kampion Kosove. Gjurna është jashtëzakonisht mrekullueshme, dia e gjakut është e mrekullueshme, është sika arus, e ka bo sika arus Armend Kokollorit, Karabashka, nërsa djali I likit ka qenë baba. Tu presim me 0 ekzemplar të mrekullueshëm në trojën tonë. Hajde. Hajde djali. Hajde veni jute. Hop, të veni. Hajde Lusen, hajde të veni. Hajde Doda, hajde të veni. Hop, të veni. Bravo. Genau, Elfen. Hajde. Olfen është sika e mushës sakon. Wait. Alfa është sika mushës sakut. Nanën e ka pas kontraboskat e pacit ma hirë. Një nga kultivusit më të mrekullueshëm që ka në trojë shqiptare përse përket kontramoskave. Racave të pasta si ka zerë në sent e sharrit. Këto që në sent e bjerës tamën, sepse kanë në zhyrën si tukut. I preferojnë shumë, lushtë alë që janë shqitë kretë. Mos myte. Ashtë kudër pa I mush në fund të majt, mush 2 vjetës. Ashtë një nër ekzemplar të rrallë si kam këtu në trojët e mija. Ashtë e mrekullueshme, ndes në gjak, ndes në rëd, ndes në perspektiv genit. Qiftimi I parë që ka bërë këna këtu me djallën e rusë Armend Kokollorit, tërmetin e madhë, Karabashin, mos I myte. Bukurin të shqiptare, me të thonë drejtën e Zotit, unë jam shumë me fatë si kam tillë ekzemplar, sepse këta të zgasin jetën të bojnë me qenë njëru më I lumtur në botë. Nisë shokët e shamirë në të mësuni dhe pak budalë, sepse unë I du fort. I du fort me dashuri, I du fort, sepse ta në kanari në trojët tona. Ta në kanari, mos I myte, për Zotin myte. Myte për Zotin. Mos I të myte. Për jetë jo kisha lutë shumë, e kisha pas shumë në probleme tuaj. Për subscribe në YouTube dhe like pa fund, sepse do më kishin një mu shumë. Do më kishin një mu edhe nga ona ekonomike shumë. Kështu si, keni një mu pa fund, ju jam mirë njohës pa fund për sotën. Nuk di si o këthej bile nimin edhe kontributin e se cilit për jush. Qofë për shpërndarje, qofë për like, qofë për subscribe, qofë për followet, ju jeni të mrekullueshëm. Dhe falenderoj nga zemra dhe nga shpirti se ma keni bërë mundur me qenë faqja virale, sepse është kënaqësi për gjithë. Haj, kujnë më patulla. Sot kena hi live për herë të parë në YouTube, atë mirë fort YouTube. Kështu si na falni se ndoshta edhe fort mirë nuk di me ekuilibru, po Kjo është jeta Klysh 42 ditë. Hajde. Nëna vetë është e motra e kampionit Anamorovs. Motra Kserksit dhe motra Rush.
janë do këtë çift janë do për marr për arsye sepse besoj me 100% të është linja e kampionave. Ajo është zona Klushve. Është ku të 16 muajshe, për herë të parë ka pjellë të unë. Klushti kanë marrë sportistat Maraklite. Vllaznit e mi të cilët i kanë marrë bashkë për me i rujt, sepse është kapaku i përzgjedhjes Klushve. Do të thonë kjo është motra Kseksit, motra Rus, Marakliti njohin. Janë pjella Rus Armend Kokollarit. Të dy vëllezërit kanë qenë kampiona. Edhe njëri vëlla nuk jeton më për arsye sepse pak një infarkt në zemër. Nëse Rusha është akoma përbindsh, shumë i mrekullueshëm, kurse kjo është jeta. Kjo është jeta e cila ndo për mor, sepse do të vazhdojnë trashëgiminë e brezave. Është edhe balloshi aty. Hajde më këto. Trumi. Trum. Hajde trum. Shukuluk. Hajde. Trumi. Trumi. Shuk. Trumi. Trumi. Hajde më pis, hajde. Hajde. Tam dhoma të cilat janë dobe për pjellërit. Shuk. Hajde më pis. Pa dojnë vetësh. Erdi jeta. Hajde jeta. Hajde më suke. Hajde. Hajde. Idoj. Tu i gje panoram kube, tu si i gje kjo Aty janë non 8 klush cilët janë dam për martesh. Ja do ikin sot. Kurse këtu kena klush tjerë. Hajde. Hajde të nuk nga të spën kudre. Këto janë dy sifte, cilat janë do po për marë. Klusht janë 25 diqa. Janë klusht e kobrës tu. Kobrën e kam pak të smurë. Nuk e di sepse ves. I kam bëjnë loaset sot. Këta janë sifti i tërmetit me sikin e kaloshit. Kurse moshkulli dhe femna janë të kobrës, po me klushin e Arus Armend Kokollarit me tërmetin. Baba i tyne është tërmeti. Tërmeti Karabashi. Ta 23 diqa, ta 25 diqa, hajde kujto. Kjo moshkulli dhe femna e sikës kaloshit, kurse kjo është moshkulli dhe femna e sikës bondit. Kjo është sika bondit, bond psikopatit, e njohin Maraklit, përsa i përket vizë, gjakut dhe pastërtisë racore. Kobra është një ekzemplar e mrekullueshëm që unë kam në fermën teme. O të hongësha zemrën. Tu do t'jetë një mrekulli kur të rritën, do t'i njegi ma vash a vash, hap mas hapi bashkë rritin e tyne. Është perfekcion. Jeta. Hajde jeta vogël tu. Hajde më shoku noni, hajde. Hajde më jeta. Hajde më. To të puzi, nuk e kena si që s'te shkajtë të puzi vogël. Edhe kjo të puzi është klyshi i simbes me tërmetin. Edhe kjo përmor. Kjo është të puzi sepse është original si të puz. Sa ka komen trash. Vetëm 32 ditë. Do t'jetë përmor, hamor. Po ajo. Kjo komen a bok lyshat bukra kur të rritet. Hajde jeta të puzi. Jeta dhe të puzi do të bojnë klusht bukur, do t'jenë bashkë. Hajde djela. Janë fut në për kafaza sen, sepse edhe do i kish në dzerë, por duke qenë sa shumë dzet.
të kam t'i zërë, sepse hallakotën e na ikin bjesh skryt. Arut! O, sorry, klyvja mor për te. O, sorry, klyvja, sorry, se me imi mor për te. Qysh sot, qyre. E ka zë të zu babën e vetë krejt, e gjyshin e vetë krejt. Arut! Jeta. Po kena përmjetin. Hajde përmet. Hajde. Përmet janë baba i shumë klyshve, cilët edhe janë shitesh për momentin, por si edhe kanë qenë si janë në dispozitiv për një rujt. Përmet jashtë. Kjo është djali Arusha me të kollari. Pastërti Zak, nga të në vëndë është kapitull, bashkapaku i Senit Sharit. Ta ka pas Fatmiri, cilit ja kam bleun. Ashtë ekzemplar, ky ka qenë kampion i kategorisë mesme, por është e kena largu prej luftave se arsyeja është ka thuj dhami, dhe nuk është mo, është vetëm për kultivim. Dhe dëruhet vetëm për kultivim për arsye sepse është kapaku i mashkullit për shiftim. Krejt, unë tonë njoni më mirë se tjetër jonë, por ky nga nëna nga baba vjen prej vi kampionash, sikur gjithë plusht e tjerë, por është shumë zëmërnik, është plusht janë shitun i kanë vëllezërit e mi, misët e mi, shokët e mi, dashamirët e mi, dhe mundën me folë vetë ata, se çfarë plusht kanë në bortyne. Por është mrekullia Zotit. I dashtën me klysht, mos me krijo kur probleme. Me Herkulin Hop, veni. Hajde veni, hop. Bravo, puto dash, hop. Bravo. Eto termionin. Luani. Luani është akoma këtysh. 2 vjeç fut në fund të maj. Prit, në fund prillit më është 2 vjet. Këtysh i Arusha me të kokollarit, me kutën e bacit bali. Ekzemplari rrallë i mrekullueshëm, sot i ka 85 kg. Luan me të vërtet, është baba i atij klyshit buldozerit, me Arushën, me sitjen e Tarzançukit. Vërzimi është s'di fenomenal, klysh kanë dalë perfekt. Do të thonë është s'di sa të marak i zobë. O doshe,
Rush, anons. Vedete më dhe shtu se ma mirë të shikë sepse në tuf nuk di as mirë kalëzën se kush tek sysh, sepse janë grumu. Po kanë një shqiptarë bravo të më thonë. Këto shqiptarë janë krenar për te. O tomë zërë, tomë zërë ty. Gone këtu gjeru sa me të popullore, të thoshe dhe jepe, asë vëndësimi i glavë 100%. 100%. Cakje, Arusha, Arush. Gone a pasur shumë, i dashur shumë me klysh. Duke qenë se është edhe klysh për vedi, i dënë shumë klysh të vesin. Çakje nus, çakje. Hajde Leon. Bravo Leon. I vllai për i babe, forma i vogël, edhe në mosh, edhe në trup, është ky psikopati i vogël. Ky i ka ngjash gjyshit vetë kret, kalosh arus, ma psikopat nuk ka. Kjo vetëm 14 muaj, klysh arusa me të kokollarit prep, ja. Ky psikopat, me elon zgjidh ky vetëm klysh. Me elon zgjidh ky vetëm hahet me moshatorët e vet, me klysh të tjerë, me... Ha more, shumë i mrap, shumë psikopat. Ky edhe Tarzani janë fenomenal, do më thonë për ka i bjerë nervi i zakut, sepse janë shumë nevrik. Ta hon, shatë trupin ty. Shumë së këmorti më sa hudit. Kjo është shapi. Për ka dhja gjakut është mrekullia e Zotit. Ka met pak më i vogël, pa shumë i sert, shumë nevrik. Kjo është 72-78 cm. Kurse Herkulja është, se i thujnë, Luani është 78, Herkulja 84-85 dhe Karaboshi i tërmeti janë 76 cm. Se janë të motëm deri në rast të gjokës. Edhe kjo mërë kështenë është. Hadi gimrana. Hadi gimrana. Hadi gimrana. Erdo dalin. Gigante. Herkul lezenda. Ka Herkuli Klyshi Kalioshit, një në ekzemplarët e rrallë që ka, jo vetëm Shqipnia, po edhe këtë Kosova. Ja, është i hutum se është unik kuda, dhe kuda është unik vetëm me Herkulit, sepse du me zjarë Klysh të Herkulit.
Do me thonë nuk e ka me në hisë. Mos të myte! Mos! Kumë! Haj. Të mjëtë në të kura! Që, zhmita, që. Hajde, tu. Bravo! I kam pu për qiftim bashk. Tesh, duke ju kërku ndjes, tesh, dhe falje, duhet me lëviz për arsye sepse presët vllajën e Ferizajt vinë, dhe shkët i dalë parat e uda, kështu si ju falenderoj shumë që ishna pjesë bashkë, ju falenderoj shumë për çdo lloj ndihme dhe kontributi kashimie, jeni të nderuar, të respektuar, një njohje dhe respekt pafund. Për herë parë ishtë në YouTube, por besoj se tesh do t'jena pjesë e YouTube's në live çdo ditë. Ma kalosh i ditë sa më të bukur.